fjarodhës, Esselamu Alaikum, inderuar i hoqë, dhe isha gjyqës. Nëse vëllai në familje është celibas, me fakte si për shembull, që shkruan hajmali, i detyron njerëz të thërrin kurban e tjerë, dhe pret pacient në shtëpi, para se të udhëzoheshmi dhe neve na ka bërser, duke pretenduar se po na bën mirë dhe po na shëron. Pas udhëzimit i kemi ndërprerë kontaktet me të. As nuk i shkojmë, as nuk e lejojmë të na vizitojë. A është kjo në rregull, dhe a kemi një detyrim lidhur me lidhjet parafisnore në këtë rast, Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në atë se shkruan hemalia, nuk do më thonë detyrimisht, ose patjetër se është dhe magjistar. Se tret njerëz i thotë që du të me bë kurbanat e tjera, nuk është e domosdoshme që ky me qenë magjistar. Mund të më qenë një mashtrues sikur qenë plot mashtrues në për vendet e tona që i shohmi, pa kur gjë heq, pa detyrim, pa kur gjë heq, veç e qetë që ju bën njerëzve mirë dhe ta na bën hajgore me njerëzit që shkojnë te ta. Domethënë, fillimisht veç pse shkruan hemalia, nuk do të thonë se është magjistar, edhe nëse ju bën njerëzit që gjatë shërimeve sipas tij që me prej kurbane atjera, apet nuk do të thonë që është magjistar. Edhe që u munua me bë sehire, kjo nuk është argument shariatik që u munua me bë sehire, se nuk ka ndaj fakt që unë e kuptoj që ky ka bë sehire, po kam mujt me përdorë e metode që sipas tij ndoshta me dhënë rezultat për të mirën e tyre. Po edhe nëse s'është magjistar, nëse i ka qëto që po përmenet, ajo është kafir. Nëse i urdhon njerëzit me thërr kurban për dikun tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, del për fesë Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtë nëse se ka, apet është mashtrues, nëse i mashtron njerëzit se i shëron e bën këtë, është mashtrues. Do thonë asnjë prej çështjeve që i thua nuk është pozitive për ta, të gjitha janë negative. Por pyetja nuk është këtu. Pyetja është se ne mi distancu prej tina dhe a kemi detyrim me i majt lidhjet familjare. Më kom kështu, sa në gjëna keshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Abu Lahebin, Zotin armit. Edhe pse ka plot njerëz që ju dhimet hala Abu Lahebi, ka disa njerëz që në namaz se lexojnë te vetida kur, se thonë e shqetësojnë pejgamberin sa duke ja akuzuar miqën e vet. Lidhjet familjare janë detyrim derisa nuk vjen njeriu në haram. Momentin që duke i marrë lidhjet familjare vjen haram, nuk kihet detyrim për lidhjet familjare. Lidhjet familjare janë detyrim. Deri kur, derisa nuk qënë me bo haram. Momentin që duke i marrë që atë lidhje familjare, hinë në gjëna, s'do të marrë lidhje familjare hiq. Vjen obligueshmëria për lidhje familjare. Pastaj Islami e njeh bojkotin, Islami e njeh distancimin, rregulla shariatike për njerëzit të cilët kanë gjëna të hapta, veç du të me llogarit na a bën më shumë mirë, a bën më shumë keq, nëse mbrohesh për shirët tina, hiq nuk je kur far obligimi për lidhje familjare nëse çështja është çështje qysh do thuhet, wallahu a'lam.